Rezultat të njëjtë prodhoi seanca plenare së dielës, si 6 të tjera të mbajtura brenda 12 ditëve. Të zgjedhurit e popullit nuk e zgjodhen as kësaj here kryetarin e kuvendit, duke bërë që të vazhdohet bllokada institucionale. Ashtu si edhe herëve të tjera, ish kryekuvendari Glauko Njufca, në emër të partisë më të madhe Lëvizjes Vetëvendosje, për pasardhësit e tij në postin e kreut të parlamentit, propozoi deputeten Albulena Haxhiu. Të nderuar kryesues të seancës, Lëvizja Vetëvendosje sërish e propozon zonjën Albulena Haxhiu për kryetare të kuvendit. Nderuar kryesues, kërkoj që ta çetni në votim këtë propozim, kurse juve të nderuar kolegë, ju kërkoj që ta mbështetni me votën tuaj. Zonjën Haxhiu. Ky ishte votimi 5, në të cilin deputetës Haxhiu po i mungojnë 4 vota për të bërë kryekuvendare. Në përpjekjen e së dielës, 57 deputet votuan pro zgjedhjes së saj. Votat për ajo i morin nga deputetët e Vetëvendosjes 48 dhe 9 të tjera nga pakisat. Kundër votuan 41 deputet, ata të Partisë Demokratike, Lidhjes Demokratike dhe Aleancës. Abstenuan 3 deputetët e Nismës e 8 mandatarë të listës serbe, nuk morën pjesë fare në votim. 11 deputet nuk shkuan në seancë, ndërta 4 të LDK-s, 3 të PDK-s. Kryetari i AK-s Ramush Haradinaj, një deputet i listës serbe, deputeti i JGP-s Adem Hoxha, si dhe deputetja e SDU-s Duda Balje. Pas votimit, kryesuesi i seancës konstituive, Avni Dehari, i ndërpreu punimet. Konstatoj se deputetja e propozuar për kryetar të kuvendit nuk i ka marrë votat dhe e ndërpresim seancën, shihemi me 29 prill në orën 10. Seanca konstituive e kuvendit është e para që mbahet pas zgjedhjeve. Ajo ka 4 pika të rendit të ditës: formimin e komisionit të përkohshëm për verifikimin e quorumit dhe të mandateve të deputetëve, betimin e deputetëve, zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, si dhe zgjedhjen e nënkryetarëve të kuvendit. Në 15 prill, kur filloi përpjekja për konstituim, nuk u përmbush as pika e parë, pasi shumica e deputetëve nuk votuan për verifikimin e mandateve. Pas 4 ditësh të shtunën e javës së kaluar, kuvendi u zhbllokua. Pika e parë kaloi, deputetët pastaj dolën në pikën tjetër, u betuan. Po atë mbledhje, deputeti Haxhiu u propozua 2 herë, e zgjedhja e saj dështoi. Të hënën Vetëvendosja nuk hodhi në votim propozimin, thanë se si ka numrat e kërkuan të merren vesh me partitë e tjera. Të mërkurën seanca u thirr sërish, pika e 3 e rendit të ditës nuk kaloi. Njëjtë ndodhi edhe të premten, si dhe këtë të diel.